Kadri Veseli, pa të filluar procesin e reformës në shumë institucione, po e marrë shembullin e fillimit të procesit të reformës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, e që pa të më filluar në rend të parë largimin e gjithë uzurpatorëve të pronës publike dhe shtetërore. Sa më shpejt largohen nga pronat e uzurpuara, se nuk janë tyre, as me ligjet njeriut, as me ligjet Zotit, nuk ka rrugë tjetër përveç se respektimit shtetit ligjor edhe perspektivës zhvillimit ekonomik. Proces ky që filloi me jashtëzakonisht vështirësi, po rezultoi me shumë sukses, me mbështetje masovike të qytetarëve dhe gjithë biznesave e specialistëve të fushave të ndryshme. Reformë kjo që u ndërprej skajshmërisht brutalisht me ardhin e qeverisë Kurti. Erdhë me një koncept krejtësisht të paralizueshëm, monist, dhe nxjerrin një draft ligj skandaloz që quhej ligji për fondin sovran. E ligji për fondin sovran tashmë është hapur, dhe kemi folur shumë herë, kish pas dhe ka qëllim që ta monopolizoj dhe ta fut në ambrell tërë sistemin e AKP-s, në diktatin e një sekretariati dhe një komisioni që do të udhhiqej nga kryeministri. Sot AKP-ja jo që nuk është shu, po sot AKP-ja po vazhdon shitjet në mënyrën ma të paskrupull të pronës publike dhe shtetërore me gjithë dinakrinë e tyre, po në qendër të Prishtines e në zonat ku ka interes më shumëti akter të caktuar dhe militant të lëvizjes vetëvendosje. Të gjitha pronat që kanë qenë nën planifikim urbanistik me koeficient lartë në Prishtinë, sot i ki që kanë kaluar në dorë të militantëve të vetëvendosjes, po flas për kryeqytetin, e lëmërë më për qytetet tjera. Pra, atë që kishte nisur Kadri Veseli për reformë graduale, ky e ka rikthyer në kohën e periudhës së UNMIK-ut praktikisht. Dhe sot AKP-ja është shndru në një vatër të biznesit për militant. I ka ndruar borde e drejtor, ka pruar nga kompani të interesit privat në krye tyne dhe tash i ka qenë në ATK, ka pruar biznismen me udhëheq AKP-n dhe me dhënë asetet jashtëzakonshme sektorit privat dhe përsëri i menaxhojnë atje. Sot i ki konkursin për drejtor ende të parealizuar dhe sot nuk ka as drejtor, por që procesi i shitjes dhe i keq menaxhimit është jashtëzakonisht i madh. Janë disa lëndë që kanë përfunduar tash në arbitrazh, pikërisht për veprime abuzive të këtij menaxhmenti dhe shumë shkelje tjera që kanë ndodhur dhe po ndodhin në AKP.